Gjendja e ngarkesës me Lëndë Mitrovic është e rëndume. Mirë po, kjo nuk është vetëm këto 2-3 vitet e fundit, po kemi të bëjmë me një kronologji se pe kur datan ngarkesa me Lëndë e prokurorisë themelore Mitrovic. Nëse më lejohet, kisha në pika shkurta me tregu se pse sot prokuroria themelore gjindet me këtë numër kaq të madh Lëndëve që presin për trajtim. Nëse ju kujtohet, viti 2008 është viti kur i tash sistemi judikaturës në Mitrovic është dëbuar nga objekti gjykatës në Mitrovic pjesën veriore dhe të gjithë jemi transformuar kënse për një kohë të shkurtë në ish gjykatën komunale të Vështres. Kjo periudhë ka qenë marrëveshje në mes e prorëve të organeve që mos përnohet asnjë lëndë, mirë po të merrem në trajtim vetëm lëndë të natyrës urgjente. Kështu ka vepruar, kemi vepruar në realitet nga viti 2008 deri në vitin 2012. Me transferimin e prokurorinë në gjykatën komunale, neve na janë ndarë 3 zyre. Një zyre për kryeprokurorin, një zyre për prokurorinë komunale, tani departamenti i përgjithshëm, dhe një zyre për prokurorinë e Qarkut, tani departamenti i krimeve të rënda. Këto 3 zyre nuk i kanë plotsu as përse afërme nevojat për punë që janë paraqit për prokurorinë e Mitrovicës. Mirë po, duke u gjendur në një situatë e tillë, kemi qenë të obliguar që vetëm prokurori kujdestar ka punuar në zyre, ndërsa të gjithë prokurorët tjerë kemi qëndruar në shtëpi dhe kështu me rotacion për çdo javë kemi funksionu në prokurorinë gjatë vitit 2008 e ka vazhduar deri në vitin 2010. Duke parë se situata po ngarkohet me Lëndë, duke parë mundësinë se pranimi i Lëndëve nga policia më nuk ishte mas hapësirë se ku mi vendos, atëherë me një marrëveshje me e prorët e stacioneve policore, jemi marrë vesh që Lëndë mbeten në stacione policore në Sirtar dhe njënit e ardhmë në tafën kur plotësohen kushtet, na t'i marrën për tyre dhe t'i marrën në trajtim. Por mirë po, duke pa se është rrit numri për tej mase dhe se qëndrimi jonë 3 javor në shtëpi ishte më i pamundun për shkak se numri i Lëndëve filloi të rritet në mënyrë drastike, atëherë kemi vendosur që të bëjmë një zgjidhje dhe kemi arrit një marrëveshje me prorët e stacioneve policore që secili për prokurorët ta merr nga një zyre në për stacione policore dhe t'i trajton ato Lëndë që gjenden në ato stacione policore. Kështu kemi vepruar deri në vitin 2012, atëherë kur edhe është marrë një vendim për prorëve që të fillohet edhe me seanca gjyqësore. Kemi filluar me seanca gjyqësore, mirë po ka qenë shumë evidente se kapaciteti ka qenë i kufizuar, pasi një sallë ka shfrytzuar edhe gjykata komunale, por njëkohësisht e shfrytzoi edhe gjykata e Qarkut, tani departamenti i krimeve të rënda. Në situatat e tilla, mund të themi se ishim në një krizë shumë të madhe. Mirë po, gjithsesi u dashni që ta bënim një zgjidhje dhe të kërkojmë një rrugdalje. Krejt çka mundem me thënë për këtë periudhë është se përpas që kishim mungesën e objektit, kishim edhe një numër të vogël të prokurorëve. Departamenti i krimeve të rënda ka funksionuar me 3 prokurorë që për një kohë të shkurtër mbet me 2 prokurorë, ndërsa departamenti i përgjithshëm ka funksionuar me 2 prokurorë. Hapësira ishte tepër e vogël, kështu që gjitha Lëndët të cilat i pranonin në punë, kemi qenë të obliguar që të vendosim në përpaketa dhe të vendosim në dyshëminë e zyreve. Kjo ka ndodhur deri në tetor të vitit 2017, kur me marrëveshje për integrimin e serbëve dhe e prokurorëve serbë dhe gjyqtarëve serbë, atëherë te na kanë ardhur gjithsej 10 prokurorë të nacionalitetit serb. Mirë po, këto jemi kompletuar edhe me stafin administrativ të nacionalitetit serb. Disi pak, situata u qetësu, arritëm të stabilizohemi numër të prokurorëve dhe tani ishëm më komat në përfaqësimin e seancave gjyqësore. Mirë po, për fat keq, kjo situatë nuk zgjati shumë. Kjo zgjati deri në nëntor të vitit 2022, nëse nuk gaboj,
atëherë kur me një vendim politik struktura sërbe, u detyruan gjithë prokurorët e nacionalitetit sërb, po njëkohësisht edhe stafi ndimës, po ashtu edhe gjyqtarët dhanë dorëheqje dhe prokuroria mbet në pikën më kritike. Kur them në pikën më kritike, departamenti përgjithshëm mbeti me 1 prokuror, ndërsa departamenti i krimeve të thëna me 3 prokuror. Ishte e pamundën me vëllimin e punës të cilët e kishte kjo prokurori që të mundën t'i kryjnë këto punë